Sot po përgatisim një ëmbëlsirë të lehtë, të shpejt, pak pjekje, ashtu si që keni qejf ju. Nuk ju merr kohë në kuzhinë, ka një pamje jashtëzakonisht të mirë, por shija është speciale. Fillimisht vazhdojmë që ta përgatisim shtresën e parë. Në një më të madhe dhe më të thellë, për bazë do të kemi nevojë për biskotat e bluara. Në total do të përdorim 300 gram me biskotat bluara. Tani tek biskotat e bluara do të vazhdojmë që të shtojmë gjalp të shkrirë. Në total, unë po shtoj 100 gram gjalp. Për arsye që biskotat mos na mbesin shumë të forta, sepse zakonisht kur përgatisim cheesecake, sidomos këto pa pjekje, kur i bëjmë biskotat vetëm me gjalp, mbesin shumë të ngurta. Unë preferoj që brenda të shtoj edhe 100 ml me qumësht. Në këtë mënyrë i bëjmë biskotat më të buta dhe nuk bëhen aq shumë të forta. Përziejmë mirë tani derisa të sigurohemi që gjitha biskotat janë lagur me gjalpin dhe me qumshtin. Tani marrim një tepsi ku do ta shërbejmë ëmbëlsirën dhe për t'ia dhënë formën, unë do të përdor një kallëp të tillë. E kam bërë në madhësi me numër 26, sepse dua që të më duket më e fryrë ëmbëlsira, mos më mbetet shumë e hollë. Por ju mund ta përshtatni në madhësinë që ju keni dëshirë, nëse keni dëshirë që të fitoni një ëmbëlsirë pak më të madhe. Vazhdojmë tani fillimisht pjesën që e përgatitëm me biskota, ta shtojmë brenda në tepsi dhe ta shtypim mirë. Tani marrim një gotë çaji. E shtypim mirë me gotë drumin që të na merr formën e tepsisë. Do të na bëhet e barabartë në të gjitha anët. Dhe tani, pasi sigurohemi që kemi shtypur mirë dhe kemi bërë barabartë në të gjitha anët, e largojmë anësh tepsinë dhe vazhdojmë tani që ta përgatisim kremin. Me që jemi në sezonën e luleshtrydhave, unë zgjodha që sot ta përdor si frut luleshtrydhen e freskët. Nëse nuk mund ta gjeni në vendin ku ju jetoni, mund ta zëvendësoni edhe me luleshtrydhe të ngrira ose cilin do lloj frut që ju keni dëshirë që ta përdorni. Në total do të kemi nevojë për 300 gram luleshtrydhe të pastruara mirë, të cilat do t'i shtojmë në një tenxhere më të vogël. Tani tek luleshtrydhet do të shtojmë 6 lugë gjelle me sheqer. I vendosim tani në zjarr mesatar dhe presim derisa luleshtrydhet fillojnë të vlojnë. Nuk do të shtojmë ujë, sepse nuk duhet që të kemi ujë, duhet të formojmë pra një masë të trash nga luleshtrydhet. Luleshtrydhet shlojnë vetë ujë, thjesht përzijeni, sepse në këtë recetë do të na duhet si pastë. Sa presim që luleshtrydhet marrin val, do ta bëjmë gati tani përzierjen me të cilën do ta trashim kremin. Një lugë gjelle, një shiste, e tretim me pak ujë, dikon 2 deri në 3 lugë gjelle ujë. Përzijem mirë që mos na mbetet me trupa dhe presim që luleshtrydhet të fillojnë të vlojnë, nxbuten dhe të shtypen mirë, që ta shtojmë pastaj në shisten aty. Pasi sigurohemi që kanë marrë val mirë dhe luleshtrydhet janë zbutur, vazhdojmë që brenda ta shtojmë përzierjen e një shestes. Vazhdojmë me zijem edhe për 2-3 minuta tjera, derisa të sigurohemi që kemi fituar një masë të trash kremose. Pasi sigurohemi që masa është trashur mirë dhe kemi fituar kështu një masë si gjem ose si marmalat për luleshtrydheve, e largojmë nga zjarri dhe e fusim në frigorifer dhe lejojmë që të na ftofet tërësisht, që të na ftofet më shpejt. Ndërkohë që ftofet kremi me luleshtrydhe, ne vazhdojmë e përgatisim kremin tjetër. Në një tenxhere tjetër do të shtojmë 100 gram çokoladë dhe çokoladën e vendosim në ovull që të na shkrihet dal nga dal. Tani vazhdojmë që ta gatuajmë kremin. Në një më të madhe do të përdorim mascarpone. Në total mascarpone do të na duhet 800 gram. Lloji mascarpones që unë kam zgjedhur që ta përdor në këtë recetë është nga ky lloj Optimus mascarpone. Tani, si për mascarpones, do të shtojmë 500 ml krem pana për ëmbëlsira, por unë kremin pana e përdor gjithmonë direkt nga frigoriferi. Vazhdojmë e përzijemi me mikser për disa minuta derisa të fitojmë përsëri një krem të trash.
Pasi e kemi rrahur mirë për disa minuta krimin, vazhdojmë dhe ndojmë tani në 3 pjesë të barabarta, duke e shtuar në 3 enë të ndryshme. Pjesa e parë e krimit, vazhdojmë dhe shtojmë krem fëstëku. Në total, unë do të shtoj 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Të parën që do ta shtrojmë është krimin me krem fëstëku. Tani tek krimi i dytë e shtojmë çokoladën e shkrirë por të ftohur. Nuk guxojmë që ta shtojmë të nxehtë. Rrajmë me mikser. Vazhdojmë që ta shtojmë sipër krimin me çokoladë. Me kujdes, mos na përzihen kremat, kemi krem mjaftueshëm. Tani, tek pjesa e tretë, e shtojmë krimin me lule shtrydhe. Përsëri, rrajmë me mikser. Dhe tani, sipër të ëmbëlsirën, e mbulojmë me krimin me lule shtrydhe. Tani, për ta dekoruar sipër ëmbëlsirën, kemi nevojë për 100 gram çokoladë të bardhë, tek e cila kam shtuar 100 ml krem pana. Vazhdojmë që ta shkrim në ovull. Sipër e mbulojmë tërë cheesecake-un me çokoladën e shkrirë. Pak lëng nga krimi i lule shtrydhave që ka mbetur, e shtojmë pak me lugë. Pastaj me ndihmën e rrëmuesës bëjmë kështu viza për ta bërë që të na duket pak më e bukur dizajni sipër. Dhe tani, gjithçka që duhet të bëjmë është që të presim që ëmbëlsira të topet dhe të shtrëngohet. Sa më gjatë pushon, aq më e mirë bëhet. Unë zakonisht kur përgatis cheesecake, preferoj që të lejoj që të ftohet në frigorifer mos paku 12 orë. Për atë arsye gjithmonë i përgatis në mbrëmje dhe lejoj që gjatë gjithë natës qëndrojnë në frigorifer dhe i shërbej ditën e nesërme. Dhe tani që ëmbëlsira ka pushuar për 12 orë në frigorifer, është e gatshme për të vazhduar dhe për ta shijuar. Unë sipër në pjesët anësore kam dekoruar me pak fëstëk të bluar, por ju dekorimin mund ta bëni gjithmonë sipas dëshirës së juaj. Vazhdojmë që ta prejmë tani ëmbëlsirën. Ëmbëlsira është gati dhe e kam shërbyer. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni për festën e Bajramit. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.